Në Clean Water, në Florida, komuniteti shqiptaro-amerikan ngriti me përkushtim shkollën shqipe Vatra Tampa Bay, një qendër arsimore kulturës dhe gjuhës shqipe në diasporë. Nisma lindi nga bashkëpunimi i shoqatës Vatra Tampa, Albanian Heritage Foundation of Tampa Bay dhe një grup intelektualësh me mbështetje të Federatës Panshqiptare Vatra dhe kryetarit të saj, profesor Elmi Berisha. Drejtoresha e shkollës, Meri Andrea Kordera, një mësuese me përvojë nga Korça, tregon se ideja e saj për të ruajtur gjuhën dhe traditën shqiptare lindi nga dëshira që fëmijët e emigrantëve të mos harrojnë rrënjën, kulturën, këngët dhe historinë kombëtare. Me ndihmën e doktor Adrian Krajes dhe Tasim Rukës, ajo realizoi hapjen e shkollës në Clearwater, ku sot ndjekin mësime 65 nxënës. Procesi mësimor zhvillohet çdo të shtunë dhe përfshin lëndë si gjuha shqipe, historia, gjeografia, tradita, muzika dhe vallet shqiptare. Stafi mësimor përbëhet nga mësuese të diplomuar dhe vullnetarë që punojnë me dashuri për fëmijën dhe kombin, ndërta Ariana Poloska, Ana Kulla, Lida Zajmi e të tjerë. Shkolla funksionon si familje shqiptare ku bashkëpunojnë prindër, mësues e komuniteti. Shkolla gëzon mbështetjen e biznesmenëve dhe filantropëve si Fotini Kokeri, Yusuf Spaia, Endri Filipi dhe ndihmën morale të shumë bashkëdhetarëve.